Ndjem shumë keq në fakt për këtë që na ndodhi. Nga të gjitha anët, si nga prindrit, njëherë falenderojmë Zotin shumë që na shpëtuan, se ishin në gjendje kritike jetën. Po më e keqja është për motrën edhe për fëmijët tani, se janë tre dhe shumë e vështirë. Si ishin momentet e para që mësuat për ngjarjen? Traumë e madhe. Imagjinoje të si ishin këta tikin 2 persona për njerësh, pa asnjë faj, pa asnjë gjë. Traumë. Ti ke parë me sy se ti nejtës? Po, unë janë 3 ditë në spital. Ju ishit të tuaj, pa një gjetët? Jo, nuk i gjeta. Ma më morën në telefon, se jam e martuar në Prenjës, edhe më morën në telefon, dhe kemi ikur, pastaj kemi ndjekur mbrapa, ambulancat. Vajtëm në Librazhdi si mbajtje, se ishi shumë keq. Vajtëm në Elbasan prap, Elbasani i dërgoj për Tiranë, se ishin shumë në gjendje kritike. Fillimisht çfarë mendoshin nga se erdhi, ndonjë helmim apo dyshimet e juaja të para? Nuk kishim ndonjë dyshim, se mami i mbante lekët diku këtu dhe mua direkt më vajti mendja që dikush, po më vajti mendja ndonjë kështu çunarak. Jo te Andri asnjëherë. Te Kunati. Tash se mos kush e di, loj fëmijësh, kupton? Sa thanë që kanë rënë në gjumë, nuk ngrihen. Thash direkt e shikoni për lekat. Më vajti mendja, thash mund ta kishte bërë ndonjë çunarak. Jo, njeriu i shtëpisë. Po mjekët çfarë thanë? Mjekët, domethënë, po prisin te babi, sidomos, babi ishte keq fare, 2 ditë nuk u përmet. Ka rënë të dy në tokë i kanë gjetë. Të dynë. Edhe i latë dhe iku. Po, e vërtet. S'duhet ta kishte bërë, se ishte pjesë e familjes, po ja që e bëri. Si ka qenë marrëdhënia? Shumë e mirë, shumë e mirë. Nuk e di pse. E që ka arqune. Pa pati ndonjë borxha, pati ndonjë problem. Më mirë të kishte thënë kështu, se sa. Jo, më tepër të vretë gjatësia, Po, sepse i ka fiks. parë që janë urtëzuar dhe i ka ikur, i ka lënë aty në shtëpi. Po, bile babin e kishte rrojtur. Ajo më habiti. A mendoni që ka diçka më the? Po. Nga psikologjia? Besoj se po. Po s'di çfarë të them. Keni mësuar që nga ana e tij çfarë ka thënë polici? Nuk kemi informacione, se më të vërtetën. Po gjendja ekonomike e familjes, nënës, vllajt, si është? Gjendja ekonomike e nënës nuk është shumë e keqe, po e motrës shumë keq. Shumë keq. Me një asistencë, vetëm me një asistencë. Ka patur probleme edhe me shëndetin. Kurse edhe vllai, se thot vllai ta mbaj unë, po edhe vllai është me diabet, 600 vete. Në gjendje kome ka rënë gjithë ato. Babi, po nga kjo situata, babi u bë më keq. Përveç që ishte i paralizuar, e zuri e skleroza, tani humbi fare. E ka kuptuar se çfarë ndodhi? Jo. Nuk, domethënë nuk na njeh as neve. Mua nuk më njeh për shkak që janë vajzat e tij. Sa vjeç janë të moshurit? Babi është 82. Mami është 72. Babi, domethënë nga kjo që ndodhi, u bë më keq. Ka humbur komplet. Si ti tash. Çfarë kërkoni nga shqiptarët dhe nga shteti? Ju ka ndihmuar ndonjëherë më parë shteti dhe tani çfarë kërkoni? Për motrën, vetëm për motrën. Sado janë 3 fëmijë vetëm për këtë. Kush ketë mundësi? Kush ketë mundësi për këta fëmijët të vendorë në zemër, se ata janë fëmijë, nuk din. Djali është 10 i madhi, i dyti është 7 edhe i vogli është 1. Vetëm 1 vjeç. 1 vjeç. Edhe sado që ti ke nëna të punoj ku ti la, janë 3. Kush ka mundësi, mund të ndihmoj edhe 2 pleqt, se edhe këta nevojë kanë, se janë në gjendje ekonomike shumë vështirë, dhe unë pra me 3 fëmijë të vegjël, pa shtëpi, s'mund të bëhen barë këtyre, se këta 2 pleqt me pension janë. Vllai është me këmbë, është me diabet. Së në bëhen barë këtyre, domethënë. Po pa mundësi në një. A janë në shkollë fëmijët? Fëmijët po, një është klas 4, një është klas 2. Është e vështirë përballosh gjithë shpenzimet e Po, shkollës. shkollës, ilaçe, domethënë. Se smuren, bahen. Tani që dojnë edhe vetë. Qunin e kam me diabet, qunin që ato kam.
Edhe nuk se ne kam të smurë, edhe nuk se e smurë. Ne jemi të gjithë. Gjithë, të bëjmë dhe unë barë. Jemi shkatërur gjithë. Të bëjmë dhe unë barë, së të bëjmë datë. Se këta më ndihmojnë, po së mund në datë. Dy pensionistë. Ata duhen për vejtë, i latë. 100.000 lekë më.